Po besoj që edhe pse je në Amerikë, molli për atë dhe nuk shuhet asnjëherë dhe ju jeni në rrjedha me situatën aktuale politike në Shqipëri. Çfarë mendoni për protestat edhe ngjarjet e fundit që po ndodhin në Shqipëri? Pa diskutim, edhe pse jemi në jashtë shtetit, pse jetojmë jashtë shtetit, një pjesë e madhe e shqiptarëve që jetojnë në Amerikë janë të lidhur shumë ngushtë me Shqipërinë dhe Kosovën në të njëjtën kohë dhe përjelloj në të gjitha rastet kur ka nevojë për ndërhyrje, për mbështetje, për informacione, institucionet amerikane, ne jemi në çdo moment të gatshëm duke e bërë këtë punë. Sa i përket protestave të Shqipërisë, unë mund të them si fillim është një nga gjërat më të jashtëzakonshme që i ka ndodhur Republikës së Shqipërisë në këto 35 vitet e fundit. Është një shprehje tashmë e demokracisë, është një leksion që jepet gjithë Europës për kërkesat legjitime të një pjese kryesore të popullit shqiptar, i cili e refuzon qeverinë anti-shqiptare të Edi Ramës. Po çfarë thojnë mediat atje në fakt në Amerikë? Përkrahojnë më shumë protestuesit apo presidenti Trump përkrah më shumë protestuesit apo Edi Rama në fakt, kryeministrin Edi Rama? Atëherë një nga interpretimet më të gabuara, e cila sigurisht është narrativa e kryeministit Rama, është paraqitja e protestave legjitime në Shqipëri, të cilat janë pasojë e keqeverisjes, e vjedhjes, e korrupsionit, e përfshirjes së një pjesë të madhe të grupeve trafikante në drejtimin dhe udhëheqjen e Shqipërisë, sikur janë protesta kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Absolutisht nuk ka asnjë të vërtetë. Protesta nuk ka asnjë lidhje me kundërshtimin e investimeve amerikane apo aq më keq kundër presidentit Trump, ndërkohë që nuk ka diskutim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ydhi polar për të gjithë shqiptarët në Ballkanin Perëndimor. Pra ju po thoni që presidenti Trump nuk përkrah kryeministrin Edi Rama për protestuesin në fakt. Unë nuk po them atë, unë thash që paraqitja sikur protestat janë kundër presidentit të Amerikës, të cilët e ka deklaruar disa herë presidenti Trump, është pjesë e narrativës mashtruese 24 orë dhe të propagandës qeveritare. Nuk pasqyron realitetin. Është gënjeshtër, është fake news. Në fakt, cila është marrëdhënia e presidentit Trump me kryeministrin Edi Rama? Flitet atje nëpër media, cila është marrëdhënia tyre mes vete? Ato çka fliten nëpër media i kanë gjuajtur gjithë shqiptarët, një pjesë i mbështet, një pjesë i kundërshton, një pjesë e njerëzve i kupton mirë, një pjesë nuk i kupton hiç dhe një pjesë tjetër pastaj dëgjon gënjeshtat dhe mashtrimet e qeverive përkatëse. Kështu që lidhja midis presidentit Trump dhe Republikës së Shqipërisë është një lidhje e një aleance të pasfidueshme, të padiskutueshme, dhe nuk është lidhje midis presidentit Trump dhe kryeministit. Nuk është lidhje personale, nuk është lidhje biznesi. Është lidhje mes dy aleatëve, pavarësisht asimetrisë të forcës të dy vendeve, lidhja e shqiptarëve me Amerikën është e pasfidueshme. A mendoni që në të vërtetë dhëndri i presidentit Trump u bë mollsherrje këtyre protestave apo është ndonjë diçka më e thellë ndërmjet Izraelit edhe presidentit edhe kryeministrit Rama? Atëherë nuk ka asnjë lidhje të dhëndrit të presidentit me këto ngatresa që u ka bërë kryeministri Rama. Vlen të analizojmë për teleshikuesit se Rama që në çastjen e parë kur e ka ofruar këtë ishull e ka ofruar duke i gënyer, pra duke i dhënë një kosto të pamerituar dhe të panevojshme presidentit Trump nga një anë dhe nga ana tjetër familjarëve të tij. Sigurisht që deklarata ndaj vajzës dhe dhëndrit presidentit që ishulli është privat është një gënjeshtër si mira gënjeshtat e Edi Ramës, i cili duke